familja është qeliza e shoqërisë. Pa familje të shëndosh nuk ka shoqëri të shëndosh. Kjo është diçka e qartë. Dhe për këtë bien dakord të gjithë mendimtarët dhe të gjithë njerëzit e urtë dhe të mençur, kudo qofshin ata, qofshin musliman, jo musliman, kushdo qoftë, janë dakord. Ata që miren pra me studimin e shkencës shoqërore, e din rëndësinë e ambientit familjar në ndërtimin e një shoqërie të shëndosh. Andaj nuk ka mundësi që feja Allahut subhanahu wa taala mos ja jep këtë rëndësi, sepse feja islame është prej Allahut, prej krijuesit të gjithësisë, prej atij që e din se cila është për ne më e dobishme dhe cila është më e mira që ta kalojmë këtë jetë ashtu siç duhet. Andaj nuk ka mundësi që krijuesi ynë, Allahu subhanahu wa taala, mos të na jep udhëzime të qarta, të shëndosha dhe më të mirat që ekzistojnë për mirëqenjen familjare, për atë se si duhet të jetë një familje e shëndosh, dhe për atë se çka i takon secilit antar të familjes. Dhe kjo është ai preciziteti hyjnor në dispozitat e fesë së Allahut subhanahu wa taala, saqë secili antar i familjes e din vendin e vet, e din detyrën e vet, e din pozitën e vet, e din atë që i takon atij, e din atë që duhet t'ja jep, atë hak që duhet t'ja jep rrethit familjar, pasi që për familjen po flasim, dhe e din atë të drejtë që duhet ta kërkoj prej rrethit familjar për të. Kështu i ka renditur Allahu subhanahu wa taala, dhe ai i cili e sheh legjislaturën islame, ai i cili e analizon dhe e sheh si një tërësi, jo vetëm ta merr një pjesë prej këtu edhe të mundohet të nxjerrë ndonjë konkluz. Jo, do të shihet si një tërësi komplet dhe të analizohet si një tërësi. Kur mirret kjo, duhet të shihet në komplet prizmën islame. Ai i cili analizon kështu ligjin e Allahut subhanahu wa taala do ta sheh se nuk ka ligj më të përsosur dhe më të përshtatshëm për rrethin familjar sidomos, e cila thamë është qeliza e shoqërisë.